Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya Rabbal Alamin. Allahun Allah madhëruar falenderojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij, besnikët dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun që të jemi pi pasuesve të tij të sinqert, për atyre të cilët thrasin në rrugën e tij me sinqeritet dhe për atyre të cilët vdesin në rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Të nderuar vëllezër, fillojmë sonte me kapitullin e dytë të radhës në shkencën e fikut, e ajo është kapitulli që ka të bëjë me namazin. Kapitulli i parë ka qenë kapitulli i pastërtisë, i cili është më shumë pothuajse parahyrje e namazit. Ndërsa sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala, para se me fillu me i përmend dispozitat e namazit, be kum pa më të rëndësishme që me zgjedh si temë me fol për rëndësinë e namazit. Me kuptu një herë rëndësinë edhe çfarë pozite bart namazi në Islam, pastaj vjen çështja që ka të bëjë më shumë pastaj me praktikën ose formën se si me u fal ose dispozitat e saj. Më e rëndësishme është me kuptu rëndësinë se sa e praktika. Për shkak se praktika varet nga rëndësia. Dhe ne jemi sikurse nuk kemi mundësi me bë në praktik mirë këtë lloj ibadeti nëse nuk e kuptojmë rëndësinë e tij sa duhet. Namazi, dietarët kur kanë definu namazin, kanë thënë se është një veprim i caktuar i cili përmban në vete veprat të caktuara dhe fjalët të caktuara. Fillon me tekbir, duke thënë Allahu Akbar, ndërsa përfundon me selam, me teslim, thonë me selam aleikum wa rahmetullah. Që kjo është në përgjithësi. Do thotë ka veprime të caktuara që normal janë të caktuara sipas shariatit islam, dhe fjalë të caktuara që kanë të Kur'an, dua të caktuar, të gjitha janë me transmetime. Kështu që çdo gjë në lidhje me namazin është e caktuar. Kjo në përgjithësi për me kuptu vesh konceptin e namazit. Ndërsa namazi si namaz ka qenë i njohur tek të gjithë pejgamberët edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse ka ndryshu forma, mënyra, nuk kemi diçka transmetime për detajet se si janë fal pejgamberët më herët ose shokët e tyre ose mirë, po namazi si namaz ka qenë edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa edhe tek sahabët ka qenë i njohur namazi edhe para Mirajit. Se ne themi çdo herë që namazi është obligu në Miraj. Po, është e vërtet forma të cilën ne e njohim tash, është obligu 5 namazet, të cilat ne sot i kemi të njohura që i falim, janë obligu në natën e Isras dhe Mirajit. Kjo është e ditme për të gjithë. Mirë po, a janë falë sahabët edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe para kësaj note? Po. Ka transmetime, spari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka transmetime që është falë edhe para se më jap shpallja hiç. Ju dini kush e ka vizitu Xhebelun Nur, shpellën Hira, që është dikun më shumë se 5 kilometra larg Qabes, që është shpella Hira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më jap shpallja, çdo ditë e ka vizitu atë shpellë. Edhe aty ka bërë ibadet në drejtim të kiblës. Se është dok. Tash nuk ka mundësi për asaj pjesë me po qabën mirë, për në kohët pejgamberit selam është dok. Për shkak se tash ka ndërtesa, nuk shihet. Mirë po, ajo që është e rëndësishme është se pejgamberi selam është falë në shpellën e Hira edhe para vahit, edhe para shpalljes, në drejtim qabës. Që kjo është e rëndësishme. Edhe sahabit janë falë para si Mirajit, para si më u bë obligim. Edhe për këto thot Aisha radhiyallahu anha, thot në fillim të çështjes, në fillim shpalljes,
thot namazi thot ka qenë thot nga 2 rekate. Pastaj kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, është bën 4, qysh janë 4, 3, pastaj 4, edhe namazi sabahit 2. Ndërsa ka met kjo 2 vetëm për udhëtorin, që jap me kuptu se namazi si namaz ka qenë e rëndësishme është me kuptu para Mi'rajit. Ndërsa në lidhje me namazin janë disa kategori të njerëzve që është mirë me i kuptu se si ndahen njerëzit në raport me namazin. Ka prej atyre të cilët e kundërshtojnë obligueshmërinë e tina. Ai i cili e kundërshton obligueshmërinë e namazit me ixhma është kafir, është pabesimtar. Do të thotë nëse një person thotë se namazi s'është obligim, s'është gjë puna e tij, ai tek të gjithë dietarët pa përjashtim është pabesimtar. Edhe këtu nuk ka kurfar diskutimi ose kurfar mos pajtimi mes dikuj. Ai i cili e konteston e mohon edhe qet poshtë obligueshmërinë e namazit është pabesimtar. Kjo do të më bëjë me qenë në qartë. Pastaj është kategoria tjetër që nuk falet, mirë po nuk e mohon dispozitën e namazit. Edhe këta është mirë me nda në 2 kategori. Ashtu që ka nda disa nga dietarët. Janë disa që falen nga njëherë. Mirë po jo gjithmonë. Këta që diskutohet që me mohu ma nuk e mohojnë. Mirë po falen, mirë po në njërën e faljes kanë problem. Kur ti bëhet puna diçka e lojnë, por ndoshta për një çështje shumë më të vogël e lojnë. Mirë po, namazit si namaz e besojnë, e falin kur t'i vjen mundësia, çka më bën me çta? Te këta kanë thonë dietarët se ky person është musliman, mirë po kurse si nuk i shpëton kërcënimit. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khamsu salawatin katabahumullahu ala al-ibadi fil yawmi wal layla." 5 namaze Allahu i ka bë obligative për robërit e tij mbrana një 24 orëve, një natë dhe një ditë. Men hafadha alayhinna kana lahu wa'dun 'inda Allah. Që kjo është e rëndësishme. Kush i ruan ato, i fal të pestat brenda kësaj kohe të caktuar, e ka një marrëveshje me Allahun që Allahu më fut në xhenet. Qysh vazhdon hadithi? Wa man lam yuhafiz alayhinna lam yakun 'inda Allahi lahu wa'dun. Ndërsa kush nuk i kujdeset për to, atëherë e ka prish atë marrëveshjen me Allahun subhanahu wa taala. Ndosht Allahu e fal, ndosht e mëshiron. Po pra që do të thotë që ky është besimtar, mirë po është i kërcënuar nga Allahu për shkak se e ka thy marrëveshjen me Allahun subhanahu wa taala, ndosh Allahu e fal, ndosh e mëshiron. Tash është kategoria tjetër që nuk falen hiç. Asnjëherë hiç. Mirë po as nuk e mohojnë obligueshmërinë e namazit. Kjo është ndoshta kategoria më problematike që mund të them. E që dietarët kanë diskutuar kogja shumë rreth saj. Sidomos tash ka disa nga dietarët edhe bashkohor, po edhe të hershëm, kryesisht dietarët bashkohor që e konsiderojnë pa besimtar ato që nuk falen janë zakonisht të Arabisë Saudite. Ndërsa nëse flasim për mëdhëbet, 3 mëdhëbet, mëdhëbi Hanefi, Shafi dhe Maliki e konsiderojnë besimtar ato i cili nuk falet, është për qëllim edhe nëse s'falet kurrë. Te Hanbelit janë 2 mendime. Mendim Imam Ahmedi njënin për mendimeve thotë është pa besimtar ai që nuk falet, njënin për mendimeve thotë është besimtar. Po është çështje diskutabile mes dietarëve. Kjo kthehet Allahu alem tek imani, edhe na nuk e din ato derset para se me filluam feke kemi përmend për kufizimin e imanit që është besim me zemër, shqiptim me gojë edhe kryerja e veprave. Do të thonë do të më pas amel, do të më pas vepër. E tash që kjo sa më pas vepër është kogja shumë çështje problematike të dietarët, se nuk ka hadithe, nuk kemi ajete, argumente decisive që e rrehin këtë temë. Sa do të më thonë që kjo amel që dikuj më mjaftu që më konsideru besimtar që më fut në xhenet, Allahu alem. Shumë prej dietarëve, disa prej dietarëve thonë që do të më pas namaz. Po shumë të tjerë thonë që edhe nëse s'ka namaz hiç, ka sadaka, ka xherim, ka diçka,
inshallah i mjafton me u fut në xhenet. Kjo për shkak të këtyre argumenteve. Tash ku i përmendni argumentet, koncentroni. Këta që thonë që ai që e lën namazin komplet si fal kur namaz është pa besimtar i kanë 3 argumente kryesore për tyne. E para është, thot pejgamberi selam, inna bayna ar-rajuli anhu wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah. Në mes njeriut, në mes njeriut, kufrit edhe shirkut është lënia e namazit. Domethënë vetëm lënia e namazit është që i ndan atij me më kalon kufrin shirk. Çka? I dyti është el-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ai dallimi mes neve edhe pa besimtarëve është namazi. Kush e lën ato ka bë kufër. Tjetër, 3 janë transmetimet janë sakta. Ka ardhur me fjalën kufër, ka thënë pejgamberi sallam. Ndërsa hadithi i tretë është kanë thonë disa nga sahabët edhe disa nga tabiinët për sahabët, ka thonë nuk kanë pas ndonjë çështje që lënien e saj e kanë pasi kufër përveç se lënies namazit. Domethënë, në kohën e sahabëve, shumë prej tyre lënien e namazit e kanë konsideruar kufër. Çto 3 transmetime janë sakta. Edhe dietarët që thonë që ai i cili nuk falet kur është pa besimtar, në këto mbështetet. Mirë po, çka thonë shumica e dietarëve, edhe që unë mendoj që edhe jam me ta, Allahu alem, është se nuk është për qëllim kufër i cili të nxjerr për feje. Kjo duke u mbështet në shumë argumente. Argumente është Allahu thot wa man lam yahkum bighayri ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ata cilët nuk gjykojnë me ato që ka zbrit Allahu, ata janë pa besimtar kafir me fjalën kufër, domethënë ka thënë. Mirë po është për qëllim që kanë dalë për feje komplet, jo. Vet Ibn Abasi thot këta thot janë kufar, mirë po jo kufar që mohojnë Allah në ditën e gjykimit. Një farë mënyre ka dashur me tregu se është një lloj kufri i cili nuk nxjerr nga feja. E ky është për qëllim këtë në ajet. E në shumë ajete tjera, në shumë hadithe, kanë thonë i njëjti kufër është për qëllim në çdo 3 hadithe që i përmendëm më herët. Domethënë është çështja shumë e rrezikshme, mirë po jo që të nxjerr prej feje komplet. Pastaj është Eusi edhe Khazreji, 2 fiset prej fiseve më të mëdha të Medinës që kanë qenë. Kanë luftuar ndërmjet veti. Çka ka thënë Allahu? Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Ka thënë Allahu wa kayfa takfuruna, si po bëni kufër. Fjala kufër ka orë. Ndërsa juve po ju lexohen ajetet e Allahut, edhe në mesin e juve është pejgamberi selam. Ama ajo që është e rëndësishme ka orë si po mohani ju. Shumica dietarë, po thuaj se gjithë dietarët kanë thënë se jo, nuk është për qëllim mohimi i Allahut edhe ditës gjykimit me këtë gjallë. Po është për qëllim qysh po i mohani ju atë mirësinë e Allahut që e keni pas më herët, që i keni pas zemrat e bashkuara ndërsa tash po luftoni ndërmjet veti. Domethënë edhe këtë fjala kufër nuk është që të nxjerr komplet pi feje, mirë po është mohimi i diçkaje. Njëjta është edhe atje. E shumë argumente të tilla që kanë pu dietarët mos të zgjati më shumë, që fjala kufër i jo çdo herë është për qëllim kufri i madh që e nxjerr personin prej feje. Pastaj argumente tjera është që ka thënë pejgamberi selam, men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Çka më bën tash ti hadithi? Ka thënë pejgamberi selam, kush është fjala e tij la ilaha illa Allah, fjala e fundit për ta, hyn në xhenet. S'është përmendur namazi fare. Tani kush vdek duke e ditë se nuk meriton të adhuruar askush tjetër përveç Allahut, ka me hyrë në xhenet. Çka më bë këtu në hadithe? Tash duke i bashku këto hadithe, atëherë themi që ai i cili ka inshallah diçka prej imanit, vepra, qoftë edhe tjera përveç namazit, inshallah konsiderohet besimtar edhe është musliman. Në lidhje me këto ka shumë mesele për përmendni Ibn Taymija rahimahullah është pyet për ata cilët edhe s'falen edhe e pin alkool. Çka më bën për në çështjen e tyre tash kur dje puna me ia fal namazin e xhenazës. Edhe ai i jap fatva edhe thotë që
duhet me i fal namazi i xhenazës përderisa ai është në një vend ku konsiderohet musliman, edhe nuk ka dal atë kufrin e tij me shpreh haktas, ai inshallah e konsiderohet si kur musliman. Kështu që duhet të i falet xhenazja. Kjo është në përgjithësi. Qëto janë argumentet që në përgjithësi e diskutojnë që të mesele. Edhe një për përmeni, një hulumtim kogja shkencor është një prej një farë Sulejman Abdullah, shejkh i njohur, kur e ka përmend këtë mesele, thotë se në gjitha hadithet thotë që kanë ardhur me fjalën kufër, thotë nuk është për qëllim kufri që të nxjerr prej feje, mirë po është për qëllim, i thonë kufrul amel wa laysa kufrul i'tiqad. Është kufër për nga kufri i veprës, mirë po jo kufri i besimit. Sikur që ato që i përmendën më herë. Domethënë nuk e nxjerr lënia e namazit njeriu komplet nga feja, që ky mendoj është mendimi më i saktë edhe mendimi më i parafort, edhe sidomos në vendin tonë ku ka pastaj edhe probleme tjera. E që këto shpesh herë është mirë me pas parasysh si dietarët, për shembull që po flas dietarët e Saudis kur e çelin këtë mesele. Ndryshe japin fetvan atje, ndryshe japin për një vend tjetër ku ka gjehel sikur te na për shembull. Që ndoshta e keni pjesë hala ndoshta si ka ngrit argumenti, hala si ka bëu qartë çështja e namazit. Ndryshe është më thon për shembull që Sheikhu Themini kur është pyet për çështjen e mishit. Për shkak se kjo është çështje diskutabile, për shkak se tani mbi ta ndërtohen shumë mesele. Ai se sfolet, nëse na e konsiderojmë qafir. Tani ka shumë dispozita tjera. Mishin e tij s'bën me hangër. Gru çik s'bën me jap, trashëgimi s'bën kur gjao më me ta. Është çështje shumë problematike. Për shembull tek çështja e mishit, Sheikhu Themini. Sheikhu Themini ka fetvan që ai që nuk falet është pabesimtar. Edhe nga kjo kuptohet se mishi i tij s'bën me hangër tani. Mirë, po kur është pyet për Kosovë, për Ballkan, në veçanti, ka thonë si është fetvaja e njohur te ju, çush e japin xhallarët në përgjithësi fetvan, ka thonë te na ai që nuk falet konsiderohet musliman. Thonë me ata gjykoni. Do thonë përderisa te na është kjo fetva, edhe me dhëbi Hanefi e thotë to, kështu që eci me to edhe inshallah i konsiderojmë musliman, ja u falim xhenazën, edhe ajo që është mirë me pas parasysh, na përveç se për si po thojmë që ata janë besimtar, na kurse si nuk thojmë që ata i shpëtojnë kërcënimit që e përmendëm më herët. Kurse si nuk nëse na i thojmë dikujt që edhe nëse s'falet kurr është besimtar, nuk do të thonë se po ne vlerësojmë çështjen e namazit ose pja lehtësojmë atij. Jo kurse si. Ato në lidhje me të mas mirë është me thonë ashta i mjafton si qërtim atij që çështja që vetë po diskutohet a është besimtar ajo. E sikur pastaj kur ti përmendim argumentet, çfarë kërcënimi e pret ato. Nëse s'është përgjithmonë xhenem, boll ka që për shembull lënia e namazit, kanë thonë dietarët është errësirë. Thot pejgamberi selam men hafidha alaiha kanat lahu nuran wa burhan. Kush kujdeset e ruan, është i kujdesshëm me namazin, Allahu ka me bon këtë namaz dritë edhe argument për ta. Ndërsa kush nuk e ruan, kush nuk kujdeset për ta, ka me qenë errësirë. Thotë edhe ka me ungjall me Firaunin e me Karunin e ditën e gjykimit. Çikë i mjafton boll. Hajde tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin në Buhari është ëndrrën që e ka po. E ne kemi përmend që ëndrat e pejgamberëve janë wahy, janë shpallje. Sikur si me thon diçka sikur që e ka po ëndër, pastaj e ka tregu. Është njëjtë, është domethënë sikur hadith, është shpallje. Në një prej ëndrave që e ka po pejgamberi selam, e ka po një person duke u godit me një gur edhe tu ju prish fytyra komplet. Pastaj tu largu ata melek që kanë godit, tu ju shnosh fytyra, pastaj tu shku te godita vet. Pastaj të rrej çdo herë non stop fytyrën të ja prish. Kur e ka pyet pejgamberi selam ata melek që e kanë shoqëruar ëndër, çfarë për çka është godit ky, pse është rrej?
I kanë thonë për shkak se e kalon namazin, e kalon Kur'anin, edhe ka flajt kur është ardhur koha namazeve obligative. Do të thonë për shkak se e kalon namazin, është rrah, është godit. Edhe kjo mjafton si kërcënim për ta. Pastaj thot Allahu ma salakakum fi saqar, në surën Mudaththir. Na përshkruan bisedën që e bojnë disa dietarë thonë se është për qëllim biseda që bëhet mes banorëve të xhenetit dhe xhehenamit. Disa thonë se jo, këto thonë i pyetin me lajket banorët e xhehenamit. Çka ju solli juve në saqar? Saqar vend për vendeve në xhehenam. Çka ju solli në ardhur? Përgjigja e poshtë thonë qalu lam nakum min al-musallin. Jemi kanë për aty që si mi fal. Në thonë namazi është kom shkak që ata më fut në xhehenam. Pastaj thot Allah në surën Qalam, yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Atë ditë është për qëllim ditën e Kiametit, kur do të zbulohen shumë ngjarje të frikshme, edhe do të thirren ata për të bërë sejdë, mirë po s'do të kenë mundësi. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Ata do të kenë shikimet e tyre të ulura, si shaj poshtrimi për ta. Tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Do t'i rrok ata poshtrimi, për shkak se kanë qenë në këtë dunjë të ftuar për me bë sejdë, përderisa ata kanë qenë të shëndosh. Mirë po ditën e gjykimit s'kan më pas mundësi. Ka ardhur në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, në ditën e gjykimit Allahu e shfaq e kërcirin e tina, i pjesë të kamës ti, ashtu që i takon madhërisë ti. Ndërsa besimtarët i bojnë sejdë Allahut. Ndërsa ata të cilët kanë qenë mohues, kanë qenë munafik, fytyra e shpina, korrizi shpinën e tyre, kam ju shndru sikur në ndrasa. Kam ju bën një asht i vetëm, si nuk lakohet. Nuk ka mundësi më rënë sejdë. Kjo për shkak se në dunjën thirr përderisa kanë qenë të shnosh, nuk kanë bërë sejdë, ndërsa Allah nuk ja mundson në ditën e gjykimit në sejdë. E shumë argumente që janë kërcënuese për lidhje me namazin. Këto inshallah na secili për neve inshallah kur kush në mesin ton që të s'ka problem me çështjen e namazit, mirë po është mirë mi ditë si argumente kanë herë kur të kemi të bëjmë në raport me tjerët, që më ja transmetu, më tregu njerëzve që është rrezik, nuk është lehtë me lënë namaz, qoftë edhe një. E na tash do ta përmendim se namazi është i vetmi obligim i cili nuk bie kurr. Përveç gruaja kur është momentet menstruacione, kur në tjera raste nuk arsitohet lënia atyre. Ka ajet që ka zbrit as në luftë, as në udhtim, as hiç. Ka rregulla të veçanta që duhet me fal. Qysh është me fal luftë, apo jo me lënë, edhe në luftë. Edhe në udhtim, bën me shkurtu, bën me bashku, ka rregulla të veçanta, apo kurse si me lënë. Edhe në momentin që dikush bën me lënë, dije se ai veç ka rshit. Ose për shembull që ka një herë kemi ndëgju fatva që na ka rasti me ndëgju, më thonë që bën me fal për shembull 5 kohë të namazit në promje. Jam të ditën në punë, ja ka mundësi ku e di ka dalë kjo fatva. Unë e di si prej hoxha ka në Kosovë që ka hap këtë fatva që bën me bashku 5 namazet në promje. Kur nuk ka shans as një argument vetëm me gjetë që 5 namazet bashkohen. Hiç as në Kur'an as në hadithe as hiç. Ixhmon ka për këtë sene. Bashkohen 2. Edhe këto edhe në udhtim. Ama jo kurse si 5. Kur saboj me asnjë vakt s'është bashku hiç. As kur dreka i kindia s'ka shans kur më bashku me akşam. Kjo as nuk ja vlen më diskutu. Pra namazi është obligim që nuk lihet pas një arsye. Edhe nëse dikush është, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabijut, kemi me marrë inshallah ndërsa të ardhshme. Nëse s'ki mundësi më fal në kom, falo ulur, nëse s'ki mundësi më fal ulur, falo shtrirë në çdo mënyrë, ama jo me lënë namazin. Ja, sa që kanë thonë dietarët, edhe nëse hiç s'ka mundësi as një veprim me bën me trupin e tij, me fizikun e tij, ka thonë spaku edhe me syt. Nëse hiç këtë është ngjeps, është i paralizuar. Edhe veç me sy me fal namazin. S'ka mundësi as avdesas, veç me niyet e bën te imumin.
edhe veç me sy me fal, i mshël syt pak ma pak ruku, i mshël syt ma shumë sejdë. Në asnjë aspekt mos me lëm namazin. Çështja e namazit nuk është e lehtë, është goxha e madhe. Është shtylla kryesore e fesë. Thot pejgamberi sallam, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah. Çështja kryesore e gjithçka është Islami. Para Islamit, pas Islamit s'ka asgjë më kryesore se Islami. Wa amuduhu as-salah. Shtylla e çiti Islamit është namazi. Me njëherë, pasi që kebi thënë, shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan Rasulullah, me njëherë namazi. Për hata asë nuk është diskutuar të sahabët, ka pasi thonë beduin, ta jetën e ka jetu, si e ka thonë shahadetin, i ka thonë pejgamberi, e çka më ka obligu Allah? Thonë 5 namazet. Çka i ka thonë kur 5 namazet, agjerimin, haxhin ja ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thonë s'ka më shtu për ty në kur gjasë, s'ka më mangësu. Çdo kam i kry. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë aflaha in sadaqa au dakhala al-janna in sadaqa. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetim ka aflaha ka shpëtuar nëse ka thonë të vërtetë, nëse ç'të bën ai ka më shpëtu, nëse s'tan kur gjop i ty ne ka më shpëtu. Ose transmetimi tjetër ka për të futur në xhenet ai i cili që ky nëse e mban premtimin e tij. Domethënë kjo është çështja e namazit. Pastaj hadithin që e përmendëm, e që një transmetim është hadith kudzi, hadithi i beslidhjes, si thot Allah ja kom dhënë besën robit tim, që nëse i kryn namazet, atëherë ka me fut për xhenet, ka me fut në xhenet. Nëse nuk i kryn, atëherë la ahde indi, nuk ka ai mo beslidhje me mua. Në mënyrë sikur ai i cili nuk falet është Allah na rujt ka punën keq, nuk është mo nën kujdesin e Zotit, nuk është mo shkurt trup, është lanaj, i lanum si thonë të na. Andryshe kur falet, Allah e ka marrë në garanci ata. Ibn Hazmi thot nuk ka gjuna më të madh pas shirkut si sa lënia namazit edhe vrasja e njeriu. Ibn Kaimi thot lënia e namazit është gjuna më e madh se sa vrasja, se sa alkooli, se sa zinoja, se sa çdo gjë tjetër. Domethënë, smet gjuna më të madh se sa me lën namazin. Sikur ta kishin ditë ata që diskutohet për ta, vallahi nuk i shkon puna. Pastaj ka një hadith që dëshira më e madhe të vdekurve është që më mujt mi falë edhe 2 recate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë derisa po kalonte pranë një varri, tha rak'atani khafifetani bima tahqiruna, 2 recate të lehta shumë kollajshme mi fal, e që ju shpeshherë ndoshta i nënçmoni, vet ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju i nënvlerësoni faljen e tyne, thot për atë vdekurin në këtë rast do të ishte qenë nevoja ose më thonë dashuria më e madhe për të që tash si sa dënjoja çdo gjë ose si sa me dënjoja dhe çka ka në të më ja jap. Në mënyrë sikur ti ta kishe ngjall ato që tash kish ngon namaz, që ato 2 recate namazi kishin ndok më të rëndësishme për të që tash si sa dënjoja dhe çka ka në të. Kjo është çështja e namazit. E përmendëm ato për ditën e gjykimit. Desa thonë disa prej dietarëve, robi thënë i ka 2 qëndrime, njën këtë dënjon, njën në ahiret. I mirë i cili nuk ka qëndru në këtë dënjon, është për qëllim namaz, si ka më qëndruaj në ditën e gjykimit para Allahut, ku thëtë Allahu, e la e dhunnu ulaike ennehum me bëuthun, a nuk me bendojnë ata si kanë mërin gjallë, li yawmin adhim, në një ditë të madhe, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, atë ditë ku njerëzit do të qëndrojnë para Allahut, Zotit e botrave. Po kjo është çështja e namazit. Edhe shpesh herë me këto po e përfundojmë. Kur flasim nganjëherë për vlerën e madhe, ai një ndalën me mendu pse ka gjithë këtë vlerë namazi. Pse kjo pozitë kaq e rëndësishme për dallim nga ibadetet e tjera e ka namazi. Dietarët e kanë përmendur 5 pika që po i përmendi si shpejt, mos me zgjat më shumë, që inshallah na mundson me kuptuar rëndësinë dhe pozitën e madhe që ka namazi.
E para është se me namaz e kryen bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Momentin që ti e ki fal namazin, shkurt trup, ki pranu me nënshtru Zotit, ki pranu ti me qenë rob i Allahut. Edhe ky është nderi më i madh i mëçur. Thot Allahu wa aqimus salah. Dhe falni namazin. Ti e falë namazin. Ti pranove me nënshtru, ti bone istislami, thonë, ti u nënshtrove, ju dorëzove Allahut. U bone rob i tina, pranove me u bë rob i tina. Edhe kjo është nderi më i madh i mundshëm i dikuj, kur ai e pranon nënshtrimin e tij për Allah subhanahu wa taala. Pastaj përulja e plot e zemrës edhe e trupit që bëhet namaz. Më thonë, namaz e bashkojmë fjalën, e bashkojmë zemrën edhe bashkojmë trupin. Edhe ju tash veç ndalnu edhe analizoni se e falim namazin edhe sheni se aty do të më thonë aktive zemra, do të më thonë trupi, do të më thonë fjalët, këtë këto janë rritim vlerën. Pastaj tekbiri, Kurani, përmbajtja. Për për dietarëve që e kanë përmend, shkak i madhështisë së namazit është edhe Kurani. Vetë që është prezent fjala e Zotit në ta, ajo është i madhërishëm. Kuptimi i mirë i Kuranit, kuptimi i drejtë i Kuranit ndikon tani në përkushtimin namaz. Pastaj rukuja, përulja për Allahut. Pastaj sejdja, gjën më të shtrejtë që e konsideron, e ke pas si thonë peruj si sytë e ballit. Do thonë ftyrën, ballin e konsiderohet diçka e shtrejtë. Gjën më të shtrejtë, më të vlefshme që na e shohim që ato jemi në gjendje me çit për Allah. A nuk ja shton që kjo vlerën edhe pozitën namazit e shumë tjera. Prandaj çito kur i kujtojmë kanjëherë, koxha do të më të bëj që me qenë sa më i përkushtuar namaz. Edhe nëse na ndalem kanjëherë i lexojmë disa raste se si ju ka ndodhur sahabëve që ditemi. Për shembull ai sahabiu Shigjeta ju ka ngul që e kemi përmend te avdesi, e prish gjakun avdesin ajo. Ai ka vazhdu namaz, sahabiu nuk e ka prish namaz pse Shigjeta ju ka ngul, neve na duket që e pakapshme sot në kohën tonë. Fatkeqësisht për shkak se çito kuptime na si kemi fort si ndjejmë, na duket e pakapshme. Përndryshe ai sahabiu nuk e ka prish namazin. Ka harruar çka ju ka ngul në trupin e tij, as nuk e ka ndje. Kjo për shkak të përjetimit të madh që e ka pas namaz. Ata e kanë arritur gradin e ihsanit kur janë lidh me adhuru Allahun, e kanë adhuru sikur si ka thënë pejgamberi selam, en ta'budallahu ka'annaka tara. Ti me adhuru Allahun sikur se je duke e pa. Edhe pse ti s'po e shaj është duke të pa ty. Ata kur janë lidh namaz që të gradë e kanë arritur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit, ja Bilal, erihna bis salah. O Bilal, qetëson na, knaqna me namaz. Minzi si pret keme mu lidh namaz, e ndjente, u knaqte. E shumë transmetime tjera që ka, për shembull, që kanë përmend dietarët çështjen e namazit që ka ardhur bashkë me sabrin, wasta'inu bis sabri was salah. Mund ndihmu me sabër me namaz. E shumë tjera. Pastaj tjetër është që e kam përmend dietarët, është se namaz është pastrimi i përditshëm i shpirtit. Edhe kjo është e rëndësishme. Domethënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë për rasteve thot sahabive, çka mendoni nëse secili për juve do ta kish pas një lum që rrjedh para shtëpia tuaj. Edhe ju do të kishit pastru 5 herë ditën ta. A ju kish mbën ndonjë ndëtësi, ndonjë njoll? Gjithsesi se jo. Thotë kështu është edhe çështja e namazit. Qështu njëjtë qysh çaj lum, nëse pastrohemi 5 herë ditje, ka mundësi krejt me na i hek, mos më na lën asnjë njoll, asnjë papastërti në trupin ton, njëjtë edhe 5 falja e 5 kohëve të namazit, përveç të mëdhajave që dhe themi, ja fshin besimtarit me katët. Çdo ditë që të pastrim të shpirtit, njerëzit e përjetojnë ata që falen. Çka humbin ata, para mendoj ata që s'falen kur. Domethënë
ta pastron shpirtin. Pastaj në lidhje me këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këto është mirë me kuptu drejt se nga njëherë disa lënjen e namazit e arsytojnë me disa mëkate tjera. Po nuk po folna se ja si kom punë dhe aty një farë se konsiderojnë veten pastër hala që mu fal. Jo se kam në të tjera do të milon një herë disa gjinoje të tjera qoftë ato të mëdha ato mund më thon. E tani më marr puna për më fal. Jo, aty do të më thon ti edhe nëse jetë të bëj zinë. Jo, më leju zinon. Po edhe nëse jetë të bëj zinë, edhe nëse jetë të pi alkool, a pet falo. Ajo ka derën e vet, kjo ka derën e vet. Amo jo kurse si më thon tash na do të më ndryshu atë mentalitetin që ai më për shkak të disa mëkateve më arsitu tash edhe lënë në namazin. Pejgamberi selam është pyet për një person që ditën ka vjedh, natën është fal. Çe ka thënë pejgamberi selam? I ka thënë se tenha anhu salatuhu. Ka më ndalu ato për asaj që ka bën namazi. Kështu që nëse dikush të vjen në çit mënyrë, atëherë apet i thu falo. Edhe nëse është të bë ku me di çfarë gjëno, falo. Se dikur që to dyja nuk bashkohen çdo herë në zemër. Dikur ose ka mja mujt me kati Allah në rujt, ose namazi ka me ndalu. Si që të Allah në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ndalon nga gjërat e këqija dhe gjërat e irrituara. Tjetër, që ka bën namazi është mbajtja e lidhjes së gjallë dhe të vazhdueshme me Allahun subhanahu wa taala. Edhe këto të nderuar vëllezër, e kemi qartë na si besimtar, na kur të falemi vetë kemi mundësi me përjetu. 5 herë në ditje, çdo herë ti je i lidhur me Allah. Edhe zemra është aq organ i dobët, saqë çdo herë ka nevojë me investu në ta. Na para mendoj vllazni 5 kohët i falim. E ka për neve që falin nafile, ndoshta edhe natën, edhe nafile tjera përveç farzeve, edhe shpesh herë që ky organ na ngurtësohet. Para mendoj ata që e falen veç xhumave ose veç bajramave ose që s'falen hiç. Të mykta i kanë zemrat. Na çështo edhe asnjëri prej neve s'mund të mos siguroj se ka zemrën e ngurtë që tash ose që e ka zemrën të qetë ose që është i kënaqur me veten e vet. Para mendoj ata. Po çdo herë që ky organ, që ky zemër ka nevojë për përkujtim, çdo herë ka nevojë për me pas një lidhje, çdo herë. E që kjo, Allah na ka obliguar që 5 herë në ditje me minimum në nështru Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe e fundit, namazi është shenjë e sinqeritetit edhe e përkushtimit se një robi ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse dikush vazhdimisht falet, nuk mungon namaze, është shaj se ai është i sinqert. Është shaj që ai me emrin e Allahut ka vendos ose është inshallah njeri i sinqert edhe i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Që kjo në përgjithësi për namazin. E shumë tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në momentet e fundit ti para se me vdek, es-salah, namazi, vasijeti, porosia e fundit e Muhamedit alayhis salam, momentet e vdekjes ti është namazi. Edhe përmendim që namazi nuk bën kurse si të lihet për asnjë arsye. Edhe këta është mirë më bën të qartë të gjithëve. Ta fërmber kujdo që kemi mundësi. Se namazi nuk bën të lihet. E ku është problemi pse njerëzit e lajnë? Unë shpesh herë atje në Dobov një herë kam pas këtë temë, çështjen e namazit, edhe ja bona një pyetje disa vllaznive atë, thash nuk ka mundësi njeriu me arshitu lënien e namazit. Ai ose nuk është bind hala, që për namazin ka më pyet, ose e lën nga pritesa. Tash, nëse nuk është bind hala, ai ka probleme imanie, ka probleme me besimin njerëz. Ati është mirë mja bot qartë një herë çështjen e besimit. A jetë besu Allahun mirë, a jetë besu që ka ditë gjykimit, që ki më jap përgjegjësi për veprimin që në çet botë. Nëse çdo i ka qarta,
tani kalojmë ajete besu obligueshmërinë e namazit. Tash edhe që thonë se e beson vjen falja. Nëse nuk falet nga përtacia, atëherë çka më thon atina? Ati do të më thon, atë thonin se përmendin Bekaimi se na që doherë pretendojmë që fundi jonë me qenë xheneti, edhe që ke lodhe, që ke sakrificë jona, inshallah më na shpërbly me xhenet. Ibn Kaimi thot, i janë mbledh thot gjithë njerëzit e mençur të tokës thot që begatia ose ai komoditeti ose qetësia që është për qëllim xheneti nuk arrihet me komoditet me qetësi. Mirë, po duhet më u lodh, duhet më mundu pak për ta. Për shkak se, që thot pejgamberi selam, ela inna sil'at Allahi ghaliye. Çmimi i mallit të Allahut është i shtrenjtë. Kështu që e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyre të cilët e falin namazin, janë të kujdesshëm ndaj namazit, edhe prej atyre të cilët i ngjajnë pejgamberëve. Që ka ardhur shumë ajete kanë ardhur për pejgamberët, wa kana ya'muru ahlihi bis-salati. Dhe ka urdhëruar familjen e tij për namaz. Na përveç se e vetët tona kemi nevojë me najt gati namaz, me najt gati shumë vllaznive, familjarëve, motrave, nanës, babës, çdo herë më përkujtu, sidomos prindve që i kemi më të vjetë që ata vllaznia në zu shumë vonë. Edhe kanjëherë ju doket pak e pakapshme mi fal 5 namazet mos milon kurrë. Në asnjë mënyrë. Për shembull, ka nona dikuj më shku ndasëm. Edhe shkon ndasëm në kohë të akşamit që i akşami hen jacia. I doket shumë e pakapshme qysh ta shkejt me prishat grillin e këto që i bojnë e këtë për shembull, veç për me fal namazin. S'do të milon. Sot kemi mundësi me këshillu. Hiç. Pastaj tani gratë, fëmijë e kemi përmend në momentin që hin moshën madhore. Nuk ka më të një botë obligim. Vallahi nëse ata hin moshën madhore, prindi e den që është hin moshën madhore, edhe nuk e ka këshillu që me fal namazin, prindi është mëkatar. Ajo fëmijë hala, ai në 13 vjet, 14 vjet, nuk ka mundësi ndashta me kuptu që të rëndësi që i përmenim na shtash namazin qatë moshë. Ati e din, ti do të më najt për mi kry derisa t'ja bëjsh, do të më avot çështjen e namazit kiamet. Që ai me kuptu dikur mirë edhe mos me lëm. Allah na bof për atyre që jemi sa më të kujdesshëm për veti dhe për familjen tonë ndaj namazit. Allah është përbleft për ndëgjimin, wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.